Pak ditë pasi u hap, ky objekt i postës së Kosovës në Zveçan u bë cak i një shpërthimi. Siç bëhet e ditur nga detonimi, nuk ka pasur të lënduar, ndërsa ka pasur dëme materiale. Persona të panjohur kanë hedhur 2 granata dore në objektin e postës së Kosovës në Zveçan. Njëra nga granatat nuk kishte shpërthyer, andaj njësitet policore paraprakisht bën sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa banorët u evakuuan për një kohë. Policia ka thënë se e ka njoftuar prokurorin që ka udhëzuar që rasti të inicijohet si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Autorët e rastit ende nuk dihen. Kryeministri Albin Kurti tha se ky akt dhune është orvatje për të cënuar sigurinë dhe për të penguar integrimin e qytetarëve. Qëndrimin e liri i kriminalit Radojqis dhe mosdorëzimi i tij autoriteteve të shtetit tonë është një mesazh i rrezikshëm që inkurajon kriminalet terrorist, ekstremistë të ndryshëm që të vazhdojnë veprimet e tyre me tendencë destabilizuese. Nga posta e Kosovës thanë se sulmi nuk do t'i smbraps. E kryetari i komunës së Zveçanit, Ilir Peci, ka kërkuar nga qytetarët që të mos kenë panik. Në objektin e postës së Kosovës deri në mbylljen nga autoritetet e Kosovës vitin e kaluar, operonte banka e kursimeve postare serbe. Shënjestër.net